Mira euro për aksionin opozitar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë gati shpërndarjen e fondeve vjetore për partitë politike në 2026, ndonse jo vit zgjedhor 3.5 milion euro do t'u jepen partive. Rreth gjysmat e tyre 1.66 milion euro i merr Partia Socialiste, partia më e votuar nga shqiptarët e cila ka dhe shumicën e mandateve në parlament. Partia Demokratike do të marrë 800.000 euro. Viti i kaluar zgjedhor ishte një periudhë me shumë shpenzime për Selin Blu. Vetëm në fushat zgjedhore u shpenzuan 1.4 milion dollar për fushatuesin e Trump, Lachivita, 800.000 dollar për organizimin e fushatës së zgjedhjeve të 11 majit dhe 6 milion dollar kontrata e lobimit në SBA, edhe pse kjo me këste deri në 2027. Kurse këtë vit, vetmet shpenzime që PD ka planifikuar veç disa foltoreve të Sali Berishës janë molotovët dhe fishek zjarre që do të përdoren në protestat e premtuara para kryeministrisë për të rrëzuar qeverinë. Megjithatë, në shpërndarjen e fondeve bie në sy se pavarësisht se opozita është e ndarë në 10 parti, të marra të gjitha së bashku, të vjetra dhe të reja marrin në total 1.68 milion euro, po aq sa PS, e cila e vetme mori mira vota dhe 30 mandate më shumë. Kjo tregon se hileja e opozitës me partitë e reja funksionoi. Mjaftoi firma për koalicionin Shqipëria Madhështore që 4 parti pa përfaqësim në parlament, por me deputet fiktiv nga PD të marrin secila nga rreth 60.000 euro. Endrit Shabani e nisi 2026 si avokat populli, por partia e tij opozitare Nisma Thurje përfiton 40.000 euro, kurse Lulzim Basha, që për momentin është aktivizuar nga politika reale, me koalicionin Euro-Atlantik merr 45.000 euro. Lulzim Basha mund të jetë në Arati dhe partia e tij ka mbyllur dyqanin, por dikur i përkëdhelur i Berishës vazhdon të jetë makinë parash dhe si molotovët, fishek zjarret apo partitë pa përfaqësi do të vijojnë të paguhen me mijëra euro nga taksat e qytetarëve.